Nisi sot zyrtarisht fushata elektorale e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Partia Demokratike me në krye Sali Berishën sapo ka nisur tani në orën 19 takimin e saj që shënon çeljen e fushatës në sheshin Nën Tereza. Demokratët janë mbledhur aty rreth rrotull Berishës dhe atij që shqyqyr që erdhi se thami kishte marrë lekët kot, dollarët në këtë rast Kris Lasivita. Me një skenar klasik të vjetër me fjalën e Berishës, besnikëve të tij dhe disa fjalime të shkurtra militantësh, Berisha kërkoi votën e shqiptarëve për 11 majin duke fshirë historinë që nuk flet mirë për të. Nga ana tjetër Edi Rama nuk mund të bënte zing me Berishën dhe e ka lënë hapjen zyrtare të fushatës të shtunën datë 12 ora 12 që ka për simbolik Bashkimin Evropian, me që e ka edhe slogan të fushatës. Thonë se Rama ka urdhëruar me kuçe me maç të shkojnë në shesh dhe pritet të marrin pjesë 25.000 vet, sigurisht se propaganda dhe dukja i duan më shumë se kur tani. Slogani i Ramos lidhet vetëm me Edin dhe PS-n, askush tjetër dhe kjo flet shumë, se e demaskoi dhe ish ministri i jashtëm Ditmir Bushati kur i tha se ai slogan nuk ka pikë vlere pasi motori i zgjerimit në Bashkimin Evropian është fikur. Nga ana tjetër edhe koalicioni Euroatlantik me Lulzim Bashën hapi fushatën elektorale. Agron Shehaj me mundësia ndërmori tur në një pjesë të vendit me autobus të personalizuar. Edhe të rinjt Lapaj e Qori hapin fushatën sipas dëshirës së tyre, se për shembull Arlind Qori ka zgjedhur Fierin dhe një takim modest aty për të shtunën. Jo për gjë, po duhen lek me thas për këto lloj eventesh bombastike. Mos shikoni Ramën e Berishën, ju shikoni Terezin tuaj. Një ditë përpara se çel zyrtarisht me bujt madhe fushatën elektorale dhe me sloganin e personalizuar me të dhe Bashkimin Evropian, Edi Ramos i vjen goditja nga nuk e priste. Qeveria e re gjermane i ka rrëzuar kryekput fushatën, duke bërë të qartë se asnjë antar i ri në Bashkimin Evropian nuk do të hyjë derisa Unioni të reformohet vet. Sipas asaj që raporton Germania Bild, në marrëveshjen e koalicionit të ri qeverisës në vend, thuhet se zgjerimi i Bashkimit Evropian dhe kapaciteti për të thithur antar të rinj duhet të ecin paralelisht. Prandaj mos u nxitoni me zgjerimin e radhës, duhet një konsolidim i brendshëm dhe reforme BE-s që e forcon atë institucionalisht. Qeveria e re po ndalon në thelb zgjerimin e Bashkimit Evropian, vijon komentin Bild. Ajo kërkon një reformë thelbësore të Bashkimit Evropian dhe mekanizmave të saj vendimarrëse si kusht për pranimin e shteteve të reja anëtare si Kosova, Serbia apo Shqipëria, të cilat janë në listën e pritjes. Edhe shumë ekspertë, jo vetëm këto ditë, kanë dalë në një mendim të përbashkët se Shqipëria i ka shanse zero për antarësim në këto hapësira kohore që Edi Rama propagandon për 11 majin. Megjithatë, si mjeshtër i PR-it që është, Edi Rama do ta sfumojë 100% lajmin që vjen nga Gjermania. Tek e fundit, si mos ta sfumojë, ka detyruar 25.000 vet të shkojnë në shesh për hapjen e fushatës. Me që ndodhet në qeli prej muajsh tashmë dhe nuk mund tjetë pjesë fizike e fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ish deputeti demokrat Ervin Saliani e ka nisur punën nga qelia. Në ditën e parë të nisjes zyrtare të fushatës elektorale, Saliani ka dhënë mesazhin e tij: për shkak të një dënimi politik dirigjuar dhe firmosur në një farë zgjyqësore prej kryeministrit, nuk do të jem fizikisht aty dhe kjo është hera e parë që mungoj. Por jam sonte aty prezent si dëshmi e nevojës për ndryshim. Shqipëria duhet të lërë pas këtë kapitull të errët 12 vjeçar ku instalua një sundim shtypës. Dënimi i kundërshtarit politik për një konferencë shtypi është një turp që vendi ynë s'ka pse e mban mbi shpatullat ende të brishta e duhet ta heq duke hequr autokratucin. Çlirohuni nga ankthi dhe nga frika, mundeni dyshimin brenda jush, dilni mbi skepticizmin. Mos jeni ai apo ajo që Edi Rama kërkon të jeni, të nënshtruar. Paniku i gjithë është sot tek autokratuci. Ai kërkon ta shpërndajë për të shpëtuar vet. Do ta shihni pas 11 majit se sa dordolec është ai që trimronte me shtetin në hyqëm. Është në duart e secilit ky kalim në gjendjen tjetër, deklaron Saliani, duke u shprehur kështu i bindur për rotacionin e 11 majit. Edhe pse ndoshta ai e di shumë mirë ashtu sikurse edhe Berisha, që fatkeqësisht kjo nuk do të ndodhë. Deputeti demokrat dashnor Sula nuk rresh së demaskuari çdo ditë Sali Berishën, pasi ky e fundit e flaku në rrugë, pavarësisht kontributit jashtëzakonshëm për Partinë Demokratike të tij. Ditën e sotme, dashnor Sula, nëpërmjet një video të posaçme, ka publikuar njerëzit më të votuar në procesin e primareve, por që u lan nga Berisha ose në zonën e rrezikut, ose u përjashtuan fare, si në rastin e tij. Burrat e shtetit e bëjnë diferencën me akte, me të njëjtën përpikmëri dhe vendosmëri si zbatoi premtimin e dhënë për respektimin e votës së antarësisë së PD-s në primare. Primari do të jetë madhështor edhe në respektimin e premtimeve për ekonominë dhe shtetin e së drejtës. Tha që do respektoj kuotat, e bëri. Shikoni se si gratë më të votuara në primare trajtohen me privilegj, jashtë listave ose në listat hapura. Rezultati në primare do të jetë element kryesor për listat e mbyllura. Fiks si shpremtoi ashtu e bëri. Ilir Ali Mehmetin e lëshoi në terren të egër edhe për një senator partie. Demokratët e Elbasanit i zgjodhën kandidatët e tyre në primare. Primari e respektoi premtimin dhe dashnor Sulën e përjashtoi nga çdo listë e mundshme, madje edhe me nofkën skapist. Ja pra, këto janë aktet e një burri shteti, ironizon Sula Berishën. 27 vite martesë dhe interes.
Kështu personifikohet ish çifti tashmë, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Themi ish çifti pasi sot u divorcuan zyrtarisht. Në seancën e sotme gjyqësore në gjykatën e Tiranës ishte i pranishëm vetëm ish presidenti Ilir Meta, ndërsa Monika Kryemadhi përfaqësohej vetëm nga avokati i saj. Meta u shoqërua sot nga qelia në burgun 313 drejt gjykatës civile me forcat e policisë së burgjeve, pasi ai ndodhet aty që prej tetorit 2024. Lajmin për finalizimin e divorcit mes Metës dhe Kryemadhit e dha avokati ish presidentit Genz Gjokutaj. Kjo ishte thjesht me një objekt për zgjidhjen e martesës. Dhe pasi ne parashtruam shkaqet e zgjidhjes së martesës, gjykata administroi edhe akte shkresore dhe mori vendimin për zgjidhjen e martesës mes paditësit Ilir Meta dhe të paditurës Monika Kryemadhi, thot ai. Hapin drejt ndarjes së tyre e mori vetë Ilir Meta vitin e kaluar me pretekstin qesharak se Monika Kryemadhi e preu në bes kur dogji mandatet e LSI-s në vitin 2019 me Lulzim Bashën. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi janë celebruar më datë 29 tetor 1998. Si rezultati kësaj martese të gjatë, ata kanë 3 fëmijë. Mirëpo çudia dhe ajo që shqiptarët nuk e besojnë është fakti se pasi u zune u grine u divorcuan më në fund. Monika Kryemadhi del çdo ditë der më der dhe bën fushat ku kërkon votën për të bërë Ilir Metën deputet nga qelia e burgut 313. Tom Doshi po investon fort në këto zgjedhje për të marrë me vete ato struktura elektorale socialiste që kanë ekzistuar jashtë organizatave partijake në territor, duke qenë ndihmëse si forca speciale. Struktura që janë njohur ndër vite për të tërhequr ato pjesë të elektoratit ose më mirë të personazheve në territor që bëjnë të ditur se janë aty ditën e zgjedhjeve, duke ushtruar presion mbi zgjedhësit e duke menaxhuar më pas punën e errët të natës. Bëhet fjalë për struktura që janë akuzuar si pjesa e nëntokës dhe që kanë ndikuar në çdo proces. Këto janë grupet e të fortëve, por edhe të ashtu quajturat struktura paralele kryesisht rurale që udhëhiqen nga kryepleqt. Kryepleqt janë kryesisht njerëz të fortë në territor me lidhje tribale, zakonisht edhe kriminale që kanë imponuar politikën e cila e ka pranuar për kollajllëk të strukturë. I pari që ka vënë kurth në harabelat e kryepleqve ka qenë Tom Doshi, i cili mësohet se i ka ofruar edhe para, edhe pse e di se forca e tyre elektorale është 5 me hiç. Toma në këtë rast shpreson të mos jetë hiç, por pak afër pesës. Situata ka pasur një zhvillim dhe PS ka marrë feedback nga antarësia se nuk i duan kryepleqt, ndaj ka gjuajtur Toma në Kasharius, Berisht, Vaçar, Fark, Kamës, Dajt, Vore, zona të tjera rurale. Natyrisht me lejen e Ramës, i cili e ka vërtetuar se vota e tyre do t'i kthejë kundër elektoratin historik të PS-s. Ndaj edhe në Shkodër PSD votoi kundër PS-s dhe u bashkua me PD-n për të treguar se janë grupim i fortë, që në fakt e kanë bërë me lejen e Edi Ramës për të prodhuar mandate anti-PS për partinë e Tom Doshit, i cili duket qartë që është i shqetësuar se s'pak do të nisë çështje ndaj tij. E pikërisht për këtë edhe duke qenë non grata nga Shuba dhe Britania e Madhe ka kandiduar zyrtarisht, kandidaturë e cila ende nuk është certifikuar. Kandidati për deputet në Qarkun Berat, Enno Bozdo, është vënë në qendër të një skandali që po trondit themelet e garës elektorale. Burime konfidenciale bëjnë me dije se ndaj tij është duke u zhvilluar një hetim i heshtur nga SPAK pas dyshimeve serioze për pasuri të fshehura dhe përfshirje në afera korruptive gjatë kohës kur ka ushtruar funksionin e zëvendës ministrit të energjisë. Në deklaratën zyrtare të pasurisë, Bozdo rezulton pa asnjë pasuri në emrin e tij, por investigimi në regjistrat kadastral ka nxjerrë në dritë një tjetër realitet. 26 prona, të gjitha të regjistruara në emrin e babait të tij, Shpëtim Vasil Bozdo. Dyshimet janë se këto prona nuk janë fakt të babait, por të Eno Bozdos, të cilat janë regjistruar në emër të një familjari për të shmangur përgjegjësinë ligjore dhe fiskale. Kjo mënyrë e njohur për fshehjen e pasurisë bie ndesh me ligjin për deklarimin e pasurive nga zyrtarët publik dhe mund të përbëjë vepra të tilla penale si fshehje pasurie, pastrim parash dhe korrupsion pasiv. Edhe pse e ka bërë drejtësinë e re Han Paporta, ku sa herë ka seancë gjyqësore në kuadër të dosjes Gërdeci, për të cilën duhet jap llogari. Fatmir Mediu merr leje pasi ikën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku punët e qejfit i shet si shëndetësore. Ditën e sotme, pas shtyrjes së një sër seancave, e ku dukshëm procesi ndaj tij po zvarritet me qëllim, ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu kundërshtoi përfundimet e aktit ekspertimi tekniko-ushtarak të paraqitura nga grupi ekspertëve. Në seancën e sotme gjyqësore në gjykatën e posaçme, Mediu theksoi se urdhrat e shtabit përgjithshëm të ushtrisë janë të qarta dhe tregojnë se transporti i municioneve nuk ishte përgjegjësi e Ministrisë së Mbrojtjes. Sipas tij, në rastet më parshme këto operacione janë kryer nga forcat e armatosura pa përfshirë vendimarrje politike në aspektin teknik. Sipas ligjit për buxhetin, fondet e dhëna nga donatorët për procesin e demontimit konsiderohen pjesë e buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes, pavarësisht nëse janë grante apo krediu shprehur të tjera Mediu. Ditën e sotme, një përfaqësi besimtarësh musliman protestuan përpara parlamentit kundër kryeministrit Edi Rama. Kjo pasi ky fundit u nderua me medaljen presidenciale të nderit në Izrael, duke mbrojtur në këtë mënyrë gjenocidin që po kryhet në Gaza. Nën sloganin "Jo në emrin tim, tubim për Palestinën",
Muslimanët protestuan sot para parlamentit. Sipas tyre, dekorimi i kryeministrit Rama nga presidenti i Izraelit nuk bëhet në emër të shqiptarëve, por në emër të mbrojtjes që kryeministri i ka bërë gjenocidit në Gaza. Ata protestojnë për heqjen që Shqipëria po bën ndaj kësaj masakre që po ndodh në Palestinë. Pak ditë më parë kryeministri Rama u vlerësua me medaljen presidenciale të nderit akorduar nga presidenti i Izraelit Isaac Herzog, teksa mori çmimin. Rama tha se ky është një nderim për shembullin që shqiptarët i dhan botës, duke mos dorëzuar asnjë hebresi dhe tolerancën fetare dhe etnike. Pas disa dështimeve dhe paralajmërimeve të rreme, kryeministra italiane Giorgia Meloni nuk tërhiqet. Anija e marinës italiane me 40 refugjat është nisur drejt kampeve të gjatë drejt në Shqipëri. Anija u nis mëngjesin e sotëm nga porti i Brindisit, ku 40 emigrantë do të vendosen në qendrat e paraburgimit, bazuar në marrëveshjen mes Ramës dhe Melonit për refugjatët. 40 emigrantët që do të mbërrinë në kampet e Gjadrit i përkasin disa komisive të ndryshme. Transferimi i tyre bëhet në kuadër të dekretit të firmosur më 28 mars, i cili lejon transferimin jo vetëm të azilkërkuesve të përgjuar në det, por edhe të emigrantëve të parregullt, të cilëve komisariati i policisë u ka dorëzuar vendimin për dëbim. Pak kohë më parë, qeveria italiane njoftoi se kishte vendosur t'i kthente qendrat e paraburgimit të emigrantëve që ndërtoi në Shqipëri në qendra riadhesimi për azilkërkuesit të refuzuar. Ndryshimi i vendimarrjes së kryeministres italiane Giorgia Meloni erdhi pas vështirësive që ajo po haste nga vendimet e gjykatave italiane. Çdo ditë dalin detaje të reja nga vrasja tragjike e studentes 22 vjeçare shqiptare në Itali, Ilaria Sula, nga ishi dashuri i saj shtetas filipinez 23 vjeçari Mark Samson. Ky fundit i ka dërguar një letër së fundmi nga qelia prindërve të 22 vjeçares. Në këtë letër ai thotë se çdo ditë mendon për krimin mizor që ka kryer dhe mbi të gjitha, as nuk e di se çfarë i ka ndodhur. Sipas tij ai nuk po përpiqet të zvogëlojë përgjegjësitë apo të shpëtojë nga pasojat e veprimeve, por është gati të paguajë për mëkatet pa asnjë justifikim. Prindrit e 22 vjeçares kanë reaguar menjëherë pas kësaj letre dhe se diçka të tillë do ta bënin vetëm nëse ai do t'u kthente vajzën e tyre. Avokati i familjes së 22 vjeçares, Giuseppe Sforza, thotë se pas kësaj letre, prindërit e Ilarias janë shprehur se nuk do të pranojnë asnjë justifikim. Ndërkohë nga grupi hetimor, mediat italiane thonë se janë gjetur gjurmë ADN-je të një burri në valixhen ku fut trupi i viktimës dhe që më pas u hodh në një zonë pyjore jashtë Romës. Duket se vëmendja tashmë është kthyer tek jati i autorit, edhe pse ai aktualisht nuk është nën hetim, pasi sipas dëshmisë së nënës së autorit, bashkëshorti i saj nuk ndodhej në shtëpi gjatë kohës së ngjarjes, por vetëm ajo e ndihmoi të birin të fshinte gjurmët e gjakut. Pritet tashmë që jati i autorit të merret nga grupi hetimor në pyetje dhe t'i kryen analizat nëse ADN-ja e tij përputhet me atë që u gjet në valixhen e hedhur. Një tjetër helikopter përfshihet në një aksident tragjik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një helikopter me 6 persona në bord është rrëzuar në New York. Pasagerët e tij ishin CEO i Siemens në Spanjë, Agustin Escobar, ky fundit i shoqëruar nga gruaja dhe 3 fëmijët, si edhe piloti i tyre. Të 6 personat kanë humbur jetën tragjikisht, teksa dëshmitarët thonë se helikopteri era sigur në lumin Hudson. Edhe pse nuk ka një njoftim zyrtar për shkakun e këtij aksidenti tragjik, video e momentit të rënies së helikopterit tregon se helika në bisht i është shkëputur. Për këtë ngjarje të rëndë reagoi menjëherë edhe presidenti amerikan Donald Trump. Një aksident i tmerrshëm ka ndodhur në lumin Hudson, shumë e dhimbshme të dëgjosh që 6 persona, përfshirë 3 fëmijë, kanë humbur jetën. Zoti i bekoft familjet dhe miqtë e viktimave, u shpreh Trump. Pavarësisht se presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq 2 ditë më parë nga vendimarrja e tij për tarifa me pezullim 90 ditor të tyre, Kina nuk bën hap pas. Së fundmi Pekini zyrtar kërkon bashkëpunim me Bashkimin Evropian kundër Trumpit, duke thënë se kjo luftë nuk ka fitues, por izolon vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë presidenti kinez Xi Jinping, i cili ka dërguar një mesazh bashkëpunimi Europës ditën e sotme. Ai bën thirrje për një front bashkuar kundër praktikave të njëanshme të ngacmimit nga SBA për shkak të tarifave të Trumpit. Nuk ka një fitues në një luftë tarifore, thot ai. Sipas Xi Jinping, dalja kundër të gjithë botës çon vetëm në izolacionizëm. Në takimin që zhvilloi sot me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez, ky i fundit mbrojti linjën e afrimit me Pekinin, duke thënë se Spanja e sheh Kinën si një partner të Europës. Ne duam të punojmë për çështje me interes të përbashkët, të promovojmë tregtinë dhe investimet në një mënyrë të ekuilibruar për të përfituar zhvillimin e vendeve tona bazuar në vizionet tona përkatëse dhe duam të krijojmë lidhje më të ngushta midis shoqërive tona, thot ai. Fotot dhe videot e fundit po bëjnë xhiron e botës me protagonist atin e shenjtë Papa Francesco. Një episod i pazakont ka ndodhur në selinë e shenjtë të Vatikanit, ku ati i shenjtë shfaqet me batanie dhe një tub oksigjeni. Ai ka zhvilluar një vizitë papritur në Bazilikën e Shën Pjetrit, duke habitur besimtarët. Ati i shenjtë u ndal në altarin ku vëzhgoi monumentet mortore të papëve Paulo III dhe Urbano VIII, të cilët janë restauruar së fundmi. Veshja e papës ra në sy, ai u shfaq pa veshjen e tij tradicionale papale, por me një batanie për ta mbrojtur nga i ftohti dhe pantallona të zeza.
Papa duket në karrige me rrota me tubat e oksigjenit dhe i shoqëruar nga infermieri i tij. Papa përshëndeti besimtarët dhe takoi një fëmijë aty, teksa shtrëngoi dorën e një punonjëse të restaurimit, e cila kërkoi ndjes që i kishte duart e ftohta, por ati i shenjtë ja ktheu me përzemërsi. Ndërkohë Enzo Fortunato e komentoi këtë episod si një tjetër shembull të papës së surprizave. Janë shenja të një përmirësimi të gjendjes së tij dhe të dëshirës për të qenë pranë njerëzve, thot ai. Reperi kanadez Drake ka thyer një tjetër rekord, ai ka tejkaluar edhe një herë Beatlesat duke forcuar pozicionin e tij si një nga artistët më me ndikim të kohës. Ai bëhet kështu artisti me praninë më të gjatë në Billboard 200, duke tejkaluar 3348 javë. Me këtë rekord të ri, Drake lë pas grupin legjendar britanik Beatles, të cilët qëndruan në Billboard 200 3311 javë. Mirë po, rekordi më hershëm i Beatlesave ishte thyer nga Taylor Swift, e cila arriti 3313 javë. Po ashtu në 10-shën më të mirë në këtë drejtim është edhe Eminem me 2423 javë në Billboard. Kjo nuk është hera e parë që raperi Drake thyen një rekord ndaj Beatlesave, pasi në vitin 2022 ai e mundi grupin e famshëm me numrin më të madh të hiteve në top 5 të tabelës Hot 100.